si gjithmonë bashkë për të ndjekur zhvillimet kryesore dhe do të zhvendosemi me njëherë tek hapësira e intervistes. Dhuna mes adoleshentëve duket si po bëhet një fenomen gjithnjë e më i shpesh. Së fundmi po qarkullon një video ku shfaqen dy vajza të mitura që dhunojnë një adoleshente tjetër që është në të njëjtën moshë me to. Duke treguar kështu se në fakt dhuna mes tyre nuk ka ikur, por gjithmonë këto fenomene po bëhen gjithnjë e më të shpeshta në shoqërinë tonë, duke treguar se në fakt adoleshentët kanë një, le të themi, një lloj simpatie për të zgjidhur konfliktet me pjesën e dhunës, ndërkohë që një person tjetër, një bashkëmoshatari tjetër e ka filmuar, akoma edhe më e rëndë duket kjo, ndërkohë që për të analizuar të gjitha këto do të kem kënaqësinë që të kem në një lidhje të direkte sociologun Gëzim Tushi, por vetëm do të presim disa çaste sa të bëhet gati edhe i ftuari dhe do të kalojmë me njëherë. Zoti Tushi, përshëndetje, mirëmëngjesi, mirë se vini me ne. Faleminderit për ftesën. Zoti Tushi, çfarë leximi sociologjik i bëni kësaj situate? Po, natyrisht ngjarja shumë e rëndë është tronditse, sigurisht nuk është rasti i parë që ndeshemi me këto probleme të adoleshencës dhe të dhunës adoleshentëve, e cila është bërë një limf shumë e zgjeruar në shoqërinë shqiptare. Fakti që për ditë po ndeshemi me skena të tilla ku adoleshentët shfaqen agresiv ndaj njëri tjetrit, bile ndonjëherë edhe në nivele të tilla sikurse ishte rasti i Fierit, ku adoleshentët janë gati të pamëshirshme ndaj shoqes së tyre, duke ushtruar një dhunë e cila është gati irracionale, një dhunë që nuk është fare, nuk ka fare lidhje me humanitetin, por është një lloj zoofilie, një ndjenje kafshërie, një lloj dominimi të instinkteve mbi arsyen. Problemet me adoleshentët kanë filluar të agravohen shumë në shoqërinë shqiptare. Fakti që në mënyrë numerative ne kemi ngjarje të herpasershme të tilla të dhunës së adoleshentëve flet për një problem të madh social të shoqërisë. Në fakt, globalisht ka një shqetësim i cili ka ardhur jo vetëm i importuar, si thuaç tek ne, por edhe organikisht. Dhe kjo ka të bëjë me situatën e adoleshentëve dhe me nivelin e dhunës që ata shfaqin, agresivitetin që shfaqin. Agresiviteti i adoleshentëve për mendimin tim është një çështje që duhet konsideruar ontologjikisht e lidhur me moshën e tyre. Dhe unë besoj që adoleshentët janë përballë dy rrezikeve shumë të mëdha, të cilat ne si shoqëri, si familje, si shkollë, ose nuk i vlerësojmë sa duhet, ose i nënvlerësojmë si komponent moshor, duke mos i vlerësuar aq sa duhet. Së pari, për mendimin tim, problemi i parë është ajo që ka të bëjë me specifikën moshore të adoleshentëve. Dhe kjo duhet kuptuar mirë. Adoleshentët janë në moshën e tyre dhe kanë problemet e tyre, që lidhen me statusin e tyre social, që lidhen me strukturën e tyre fiziologjike, moshore, që lidhen me gjithë komponentët e tjerë. Është mosha e adoleshencës, është mosha e dukjes, mosha e forcës, mosha kur ata e konsiderojnë vetën të pjekur, kur duan të dominojnë, kur kanë rivalitete. Kjo është mosha e tyre. Kur raporti midis pjekurisë biologjike, pjekurisë seksuale dhe pjekurisë mendore nuk janë gjithmonë në ekuilibër dhe në mënyrë të barabartë. Dhe kjo bën që her pas here, duke qenë jo fort të formuar nga pikpamja humane dhe nga pikpamja sociale, dhe nga pikpamja intelektuale, shpeshherë tek ta dominojnë instinktet. Fakti që tek ta adoleshentët po dominojnë instinktet janë pikërisht ato arsye që kemi skena të tilla të dhunshme që po bëhen shumë fenomen shqetësues në shoqërinë tonë. Së dyti, për mendimin tim, adoleshentët këta janë, kurse mëkatar për këtë situatë të dhunës së adoleshentëve në shoqërinë tonë jemi ne, janë institucionet e formimit dhe të edukimit. Së pari dhe mbi të gjitha është familja. Adoleshentët nuk janë jetim, nuk janë vetëm thjesht produkt biologjik i një familje të caktuar, por janë dhe produkt social i një familje të caktuar. Adoleshentët që rriten në familje të dizekuilibruara, në familje që nuk funksionojnë edukativisht, ku stofi edukativ i tyre është i tronditur, do e mos do formohen adoleshentë të tillë e para. E dyta, nëse rriten në një familje që e ka dhunën, limfën e dhunës qarkulluese brenda familjes, të dhunshëm do bëhen dhe adoleshentët e tyre. Pra, në këtë pikpamje, adoleshentët e sotshëm kanë këto probleme, sepse fabrika në thonjza, metaforikisht, fabrika kryesore, sociale, e formimit dhe edukimit human, qytetar, e sjelljes së tyre, që është familja, ka filluar të pësojë ruptura. Dhe në këtë kontekst, unë mendoj që përgjegjësit kryesor për këto nivele të shfaqjes së dhunës,
për këto sjellje të adoleshentëve në shoqëri dhe jashtë saj, së pari është institucioni i familjes dhe bashkë me to edhe dy figurat kryesore të familjes, sikurse janë prindrit. Së dyti ka një institucion tjetër që nuk po ndikon siç duhet në formimin qytetar të adoleshentëve dhe kjo është shkolla. Shkolla që është një institucion i pazëvendësueshëm ku adoleshentët që vinë me atë faktorin biologjik që përmenda më sipër mund të manipulohen, mund të instrumentalizohen, mund të edukohen, le të përdorim çfarë do termi që të duam për të rregulluar këto raportet që vetë natyra i ka prur të dizekuilibruara midis formimit të tyre fizik, shpirtëror dhe formimit të tyre intelektual dhe kjo kontradikt natyrisht në një fabrik të dytë, në një industri moderne siç është industria e dijes, që është shkolla, mund të rregullohen. Pra, në një farë mënyrë unë mendoj që ne duhet i konsiderojmë adoleshentët si mëkatar të kësaj situate dhe të mos funksionimit siç duhet të këtyre dy institucioneve sociale të rëndësishme. Ka një problem shumë të madh, dihet psikologjikisht, sociologjikisht. Adoleshenca është një moshë delikate, është një moshë e vështirë. Komunikimi me adoleshentët është i vështirë. Adoleshentët nuk mund të imponohen, nuk mund të dhunohen, nuk mund të diktohen. Procesi i edukimit të tyre është shumë i vështirë, është jashtëzakonisht i vështirë. Të merresh me një adoleshent, thonë psikologët, së pari duhet bëhesh prind për së dyti. Pra imagjinoni, kur e ke fëmijë deri në moshën e para adoleshencës, pra deri në moshën 12 vjeç, ndikimi edukativ i familjes është i plot. Prindrit janë në vend të Zotit për fëmijën para adoleshent. Po kështu edhe mësuesi në shkollë, por sapo fillon adoleshenca dalin problemet e edukimit, sepse fillon pikërisht kjo kornizë moshore e cila ka probleme të mëdha që lidhen me tyre. Është adoleshentët, prandaj konsiderohen hallka më e dobët në zinxhirin e shoqërisë. Pse është hallka më e dobët? Pikërisht sepse është një moshë në tranzicion, është një moshë e kalimit nga fëminia në rini dhe ky kalim, ky tranzicion, nëse nuk administrohet në kuptimin metaforik nga familja, nga shkolla, nga shoqëria, atëherë në vend që të krijojmë qenie humane që mund të komunikojnë, që mund të zgjidhin kontradiktat e tyre nëpërmjet sistemit të komunikimit moshor, ata i zgjidhin nëpërmjet dhunës. Ky është një shqetësim jashtëzakonisht i madh. Ne tek adoleshentët tanë sot dhe kudo, që është e vërteta edhe këto ditë personalisht kam parë skena të tilla këtu në qytetin tim, në rrugë, në vende publike ku shumë adoleshentë janë bërë shqetësues. Janë bërë shqetësues sepse duan të bëjnë sjellje devijante, duan të tregojnë forcën, duan të dominojnë, duan ndeshen me njëri tjetrin. Është mosha që ka konflikte shumë. Për shembull, rasti i Fierit të Djeshit është rast me të vërtet flagrant. Unë nuk e di se cila ka qenë arsyeja sepse edhe në media nuk u detajuat deri në fund, po cila do qoftë këtë qenë arsyeja, ato skena aq licencioze, ato skena aq të dhunshme janë të papranueshme dhe janë një sinjal i keq për shoqërinë. E vërtet. Zoti Tushi, në këtë rast do doja të ndalesha edhe tek dokumentimi, le të themi, i ngjarjes, pasi dhuna jo vetëm u ushtrua, por gjithashtu edhe u filmua nga një bashkëmoshatare tjetër. Çfarë tregon kjo për ekspozimin në rrjetet sociale dhe për faktin që shumë bashkëmoshatarë zgjedhin të jenë spektatorë dhe jo ndërhyrës? Shikoni, jetojmë në një kohë moderne, kjo koha që jetojmë është sociologjikisht konsiderohet si revolucioni 4 ku në marrëdhëniet njerëzore interferimi i medias, veçanërisht i medias sociale, është dominant dhe ne nuk e shmangim dot të problem. Pra, kemi një lloj shoqërie e cila po i nënshtrohet një lloj imperializmi metaforikisht të rrjeteve sociale, nevojës për të dukjes. Sociologët thonë që në këtë shoqërinë e spektaklit, në këtë shoqërinë postmoderne, gjithçka është e lejueshme, çdo gjë është e pranueshme. Pra do të thotë që edhe shpeshherë edhe veprime të tilla që janë veprime poshtëruese, janë veprime që nuk mund të bëjnë krenar aktorët për treguar që janë të fortë etj etj. Përkundrazi, dëshmojnë që në këto lidhje, në këto raporte gati zoofilike, kafshërore, përtej çdo gjë, përtej sjelljes humane, ka ndikimin e saj dhe media. Ka dhe një problem tjetër. Virusi i media sociale, veçanërisht i internetit, ka filluar të bëhet një infeksion social shumë i përhapur. Tek adoleshentët ka filluar të ketë një lloj bravure të jashtme për të dëshmuar sjellje të caktuara, veprime të caktuara, dikush del me automatik, dikush del me pistolet, dikush del me thik, ca të tjerë dalin duke bërë grushta, këto vajzat dalin duke rrahur shoqen e tyre në mënyrë barbare, me një instinkt kafshëror,
domethënë me një sjellje gati të pamëshirshme. Të them të vërtetën, më shndjethur mishi dje, kur e kam parë, nuk mund ta shikoja për herë të dytë atë sjellje aq barbare ndaj një vajze që ulurinte, që ishte në kushte ekzistenciale dhe të disa moshatarëve të saj. Nuk e di çfarë janë këto lloj mostrash që po shfaqen në shoqërinë tonë dhe që e amplifikojnë këtë sjellje nëpërmjet rrjeteve sociale. Pra ndjejnë krenari dhe nuk ndjejnë turp. E kundërta duhet të ndodhte. Një skenë e tillë duhet ishte një turp social, duhet ishte një reagim publik i jashtëzakonshëm për këtë dhunë, duhet ishte një reflektim shumë i madh se çfarë po bëjmë me adoleshentët tanë, ku po shkojnë adoleshentët tanë, si do t'i ndërtojmë marrëdhëniet e tanë, do t'i lëmë që mbi ta të dominojë biologjia, kafshëria, irracionaliteti, dhuna, veset sociale, apo do përpiqemi të kultivojmë tek këta të rinj që janë të rinjtë e sotshëm, që janë e ardhmja e shoqërisë tonë dhe e shoqërisë botërore, natyrisht secili në vendin e vet, sepse në çdo vend, çdo shoqëri ka problemet e veta me adoleshentët dhe këto probleme po vinë duke u ndërlikuar. Tani, unë kam përshtypjen që shoqërinë shqiptare po e mbulon morali i strucit. Më duket se po fusim kokën në rër dhe nuk po shikojmë çfarë kemi lënë jashtë për t'u marrë me adoleshentët. Indiferencë nga familja, për t'u marrë me këto, një besim të tepruar, një lidhje të themi toksike me rrjetet sociale, një infeksion social i përhapur të merrsisht midis adoleshentëve, që nga veprimet e tyre të dhunës fizike, të marrëdhënieve incestuale, të marrëdhënieve seksuale, të gjitha formave të tjera. Pra jemi përballë një agresioni që po deformon personalitetin e adoleshentëve dhe më duket që reflektimet, reagimet, qëndrimet, strategjia për t'u marrë me këtë punë është jashtëzakonisht e dobët. Mua më duket, e thash pak përpara, nuk e kam thënë unë, po e kanë thënë filozof të shquar si Edgar Morin, që me adoleshentët duhet të punojmë ndryshe nëse duam të rregullojmë marrëdhëniet me ta. Në këtë kontekst, do të duhet një revolucion prej vërteti për në marrëdhëniet me tyre, sepse ata janë produkt edhe i rrethanave tona. Pra, adoleshentët po bëhen të tillë sepse po rriten në një shoqëri që është e mbuluar nga nervozizmi, nga neuroziteti, nga konfliktet, rriten në një familje që ka konflikte, në një shoqëri me konflikte, në një shkollë me konflikte, në të cilat nuk ka rregulluar mekanizmat e komunikimit. Dreqi e mori, shoqëria nuk mund të rregullohet dhe adoleshentët nuk mund të rregullohet nëse nuk do t'i mësojmë, nuk do t'i kulturojmë, nuk do t'i edukojmë që kontradiktat që kanë midis tyre, konfliktet që janë të natyrshme, në atë moshë, konfliktet, rivalitetet, konkurenca për motive banale apo esenciale janë të pashmangshme. Ajo që ne duhet të mësojmë atyre është që konfliktet që janë të natyrshme duhet të zgjidhen në mënyrë të natyrshme. Dhe zgjidhjet e natyrshme janë zgjidhjet e komunikimit human, e zgjidhjes me marrëveshje, dhe jo me dhunë. Unë nuk e di ka një irracionalitet kaq të përbindshëm, adoleshentët vërtet janë të fortë fizikisht, sepse është mosha e tyre që ja u jep këtë epërsi biologjike të forcës, po kjo forcë e adoleshentëve nuk është për të përdorur ndaj njëri tjetrit, as për të shndruar në dhunë apo për të shndruar në kriminalitet, po është një forcë vitale që natyra ja u ka dhënë, që trupi i tyre ja u ka dhënë për ta vënë në shërbim të vetes, në shërbim të familjes, në shërbim të shoqërisë. E qartë, zoti Tushi, me që e ezauruat në fakt edhe pjesën se si mund të ndikojë shoqëria dhe se çfarë duhet të bëjë më saktë. Ndërkohë, do doja të ndalesha pak edhe tek viktima në këtë rast, pra bashkëmoshatarja e dhunuar. Çfarë pasojash mendoni që mund të lërë tek ajo vajzë në këtë moshë një ngjarje e tillë? Unë nuk e di, të them të vërtetën, perceptimi im psikologjik edhe emocional i djeshëm ka qenë traumatik. Unë nuk është e parë që jam marrë me këto çështje, nuk është e parë që kam parë skena të tilla, por skena e djeshme është për teja asaj që mund të përfituroja. Së pari njerë, nuk dua të jem kështu feminist, po as nuk dua që të dënoj faktin, por në moralin e shoqërisë shqiptare, dreqi e mori për fat të mirë, unë besoj për fat të mirë, vajzat kanë pasur gjithmonë një lloj sjellje më ndryshe, më humane, më të komunikueshme, edhe ato kanë kontradiktat e tyre, por ai veprim i djeshëm ishte i jashtëzakonshëm. Unë nuk kam parë dhunë aq barbare, aq të pamëshirshme ndaj një viktime që po ulurinte se po i prekej shpirti dhe trupi në mënyrë të jashtëzakonshme. Jo vetëm aq, po dhe njëra prej tyre që përdorte edhe një fjalor ultra banal, duke filmuar dhe që thoshte vazhdoni dhe bëjni këtë dhe bëjni atë. E inkurajonte me fjalë të afra, me fjalë imoraliteti, të turpshme për një femër, të turpshme dhe për një mashkull, natyrisht, se nuk duhet bëj diferencime.
Fakti vajza ka qenë e tronditur. Unë nuk e di, ajo vajzë nuk e di ku është sot, po jam e bindur që pas publikimit në rrjetet sociale, unë mendoj që organet caktuara, jo vetëm familjes apo të shkollës, po dhe organet të policisë dhe të rrethit duhet ta identifikojnë se cila është viktima në këtë rast. Dhe ajo ka nevojë të vihet në një mbrojtje të personalizuar imediate, me karakter psikologjik, mbas edhe shëndetësor, sepse ajo formë dhune mund të ketë shkaktuar jo vetëm traumat karakterit psikologjik dhe emocional që ishin të padiskutueshme dhe fakti që vajza po ulurinte në nivele ekstremale, ishte në kushtet kur po duket sikur ishte gati në nivele ekzistenciale të një dhune të përbindshme, të pamëshirshme, të turpshme, të papranueshme, irracionale, që na turpuron që kemi në shoqërinë tonë ngjarje të tilla. Kështu që vajza duhet me siguri, dhe unë jam i bindur që vajza është marrë në mbrojtje, vajza duhet jetë vënë në kujdes të personalizuar psikosocial në mënyrë që ajo të rehabilitohet. Ngjarje të tilla, je i bindur, pyetja juaj është shumë e drejtë, shumë strategjike, gjurmët që lën ngjarje të tilla të dhunimit dhe të përdhunimit fizik në formë të tillë lën gjurmë të thella dhe unë uroj që vajza adoleshente nën kujdesin e familjes së saj, nën kujdesin e mësuesve nëse janë afër aty, nën kujdesin e psikologëve të komunitetit, nën kujdesin e organeve të pushtetit lokal të vajzës nga Fieri, të cilët unë mendoj që këto organe nuk duhet të kenë qenë të qeta dje. Unë nuk e mendoj që punojësit social të drejtorisë sociale, të themi të shërbimit social në Fier të kenë qenë të qeta. Nuk e mendoj që drejtoria e marrëdhënieve, drejtoria e fëmijëve në bashki të ketë qenë e qetë dhe të mos ketë marrë masa të menjëhershme. Në qoftë se do të jetë kështu, atëherë kjo indiferencë është e pafalshme. Kjo indiferencë në vend që të ndikojë pastaj për të shëruar këtë plagë të madhe që kemi, siç është dhuna me adoleshentëve, midis tyre kthehet në një karburant që e nxit. Pra kjo do konsiderohet si një ngjarje e zakonshme. Jam i bindur që ka dhe të rinj dhe adoleshentë eksentrik që mund të jenë të kënaqur dhe mund të jenë argalisur, mund të kenë ndjer kënaqësi sepse kemi edhe të rinj dhe adoleshentë pervers, të cilët e kanë dhunën një ushqim, e kanë dhunën një karburant për të mbajtur. Pra problemi, unë mendoj që duhet parë në mënyrë komplekse. Dhe besoj, ajo që mendoj, unë është që ngjarja nuk duhet kaloj qetë. Mendoj që përgjegjësia duhet jetë jo vetëm individuale, dhe këtu jam i bindur që duhet jetë individuale pavarësisht moshës që kanë adoleshentët, ata nuk janë të papërgjegjshëm që për të mbajtur përgjegjësinë sipas normave juridike, atë që u takon. Por për familjet e tyre, unë mendoj që duhet ngritur një alarm shumë i madh. Është një cënim, unë nuk e di, vajzat kanë prindër, vajzat kanë familje, ato vajzat që kanë kryer atë dhunë, kanë prindër nominal, kanë një baba dhe një nën, kanë vëllezër dhe motra. Unë nuk e di se si e ndjejnë veten këto familje në të cilat gëlojnë ose rriten përbindësh të tillë. Dhe nuk e di se si mund të ndihet moralisht një familje e cila investon për fëmijët e vet, për adoleshentët e vet, dhe në vend që të krijojë një qenie humane, krijon një përbindësh të tillë sikurse ishin ato dy vajza të përbindshme ndjen në sjelljen e tyre dhe të turpshme për shoqërinë shqiptare. Na kanë turpuruar familjen e tyre, kanë turpuruar komunitetin, moshën e tyre, na kanë turpuruar të gjithëve si shoqëri. Këtyre duhet të thënë stop, duhet të thënë fund. Vetë se ka një gjë, adoleshentët nuk shtypen, nuk dhunohen. Marrëdhëniet me ta duhet jenë komunikative dhe mendoj që nëse duam sukses, duhet të rregullojmë sistemin e komunikimit me ta, në familje. Duhet të merremi me adoleshentët. Vështirë të komunikosh me adoleshentët. E dini çfarë thon sociologët dhe psikologët? Thonë që kur fëmia bëhet adoleshent, prindi duhet prind për së dyti. Pra ndryshe është marrëdhënia me një fëmijë, kur fëmia është fëmijë, dhe ndryshe është kur fëmia bëhet adoleshent. Me adoleshentin ndërlikohen të gjitha problemet. Ndërlikohet mosha e tyre, ndërlikohet edhe mekanizmat e komunikimit. Prandaj thuhet që duhet bëhesh prind për së dyti. Në këtë kontekst mendoj që duhet dalë edhe një përgjegjësi ndaj familjes për raste të tilla kaq ekstreme. E vërtet, zoti Tushi, do doja të ndalesha pak edhe tek mesazhi që do doni ti përcjellnit pikë pari familje, sepse mendoj që ka një rol shumë të madh në gjithë këtë situatë familja dhe shoqëria dhe shkolla patjetër ku arsimohen vajzat në të tillë moshë, por do doja më së pari të përqendroheshim tek familja. Çfarë mesazhi do doni ti përcjellnit jo vetëm prindërve të vajzave që kanë ushtruar dhunën, por gjithashtu edhe prindërve të vajzës që ka marrë, le të themi, dhunën? Çfarë mesazhi do doni që sot ata të dëgjonin nga ju?
Shikoni, e para njerë, mesazhi i parë im është një mesazh strategjik që ka të bëjë me situatën e familjes shqiptare. Do ta shikojmë një problemin në blok. Çfarë ka familja shqiptare që është në këtë situatë? Çfarë ka familja shqiptare që po i rënohen konturet edukativ, po i prishet mekanizmi edukativ, po i ndryshket mekanizmi edukativ, që familja shqiptare është kthyer në një çerdhe gati si në një motel, ku ham, pim, riprodhohemi dhe nuk merremi me njëri tjetrin. Pra, strukturalisht dhe edukativisht familja shqiptare ka një problem jashtëzakonisht të madh. Një problem i cili po mbulohet nga lufta konsumistike. Pra, familja është kthyer në një fabrikë që vetëm prodhon, konsumon dhe vetëm kaq, por nuk edukon dhe nuk formon. Ky është një defekt shumë i madh për familjen shqiptare. Pra, nga pikpamja e nivelit strategjik. Por unë mendoj duhet ta shikojmë edhe nga pikpamja inkrementaliste, nga pikpamja më minimaliste. Që do të thotë, familja ka një përgjegjësi jashtëzakonisht të madhe për fëmijët e tyre. Riprodhimi nuk është një proces biologjik. Riprodhohen edhe kafshët, edhe sjellin bij edhe kafshët në thojza. Po njeriu është tjetër gjë, njeriu nuk sjell kafshë, sjell njerëz dhe njeriu ka vetëm një instrument për të formuar. Ky është procesi i edukimit. Pra, procesi i edukimit në familjen shqiptare ka filluar të nënvlerësohet. Her pas here duke nga kjo moda e përgjithshme që fëmijët mund të vetë edukohen vetë, ky ka një lloj, të themi, një lloj fetishizimi të rrjeteve sociale ose të formimit social, ajo që unë e quaj një lloj idiotizmi, të besosh që fëmijët mund të vetë edukohen, përkundrazi, e vërteta po tregon që fëmijët jashtë procesit të edukimit inkrementalist, këmbgulës, të përditshëm të familjes, duke ja lënë ata edukimit spontan nëpërmjet rrjeteve sociale apo ndikimit të ambientit të jashtëm, duket që është një proces i dështuar. Dhe ne po dështojmë pikërisht nga që po prishim të balancën midis punës të përditshme inkrementaliste të familjes, të prindërve, të përgjegjësisë prindërore. Është ulur kuota e prindërimit në shoqërinë shqiptare. A e dini çdo më thënë ti je prind? A e kuptojnë këta çdo të thotë përgjegjësi prindërore? Po nuk është përgjegjësi prindërore vetëm të krijosh kushtet materiale. Ti krijosh vetëm mjetet e duhura për konsum dhe të lësh jashtë dore. Prandaj unë mendoj që ajo e thash pak përpara, një fabrikë kryesore ku formohen adoleshentët, se këta adoleshentë rriten të mirë, lindin të mirë. Pse bëhen të qinj? Ku bëhen të qinj? Rrethanat janë ato që ndikojnë në prishjen e karakterit të tyre, të personalitetit të tyre, në deformimin e sjelljes të tyre. Pra rrethanat janë pikërisht është familja, është shkolla, është shoqëria. Ne kemi një problem jashtëzakonisht të madh. Këto institucionet e edukimit, të formimit tek ne, ku familja është kryesorja, me që ju më pyetët për familjen, nuk ka asnjë institucion tjetër nuk e zvendëson dot familjen në funksionin e saj edukativ, në përgjegjësinë e saj edukative. Por kam përshtypjen që koha ka ndryshuar, duhet ndryshojnë dhe parimet e prindërimit. Shumë nga prindërit tanë mund të jenë indiferent, shumë nga prindërit tanë mund të jenë paditur për të komunikuar me ta. Shumë nga ata nuk kuptojnë proceset e reja. Adoleshentët e sotëm nuk janë ata të djeshmit. Nuk mund të imponosh adoleshentët e sotshëm, nuk mund t'i dhunosh, me ta duhet komunikosh. Pra duhet ndryshuar parimet e prindërimit dhe të komunikimit në familje. Duhet rritur përgjegjësia prindërore, po dhe mekanizmat e komunikimit me ta. Edhe shkollat e njëjtën gjë duhet të bëj. Shkolla duhet të marrë më shumë përgjegjësi. Shkolla më duket që është kthyer në një institucion shumë burokratik, që vetëm jepet mësim, po s'jepet edukim, që jepet ndije, po nuk jepet formim qytetar. E në fundit në shkollë mund të mësosh çfarë do gjë të mësosh, por nëse në shkollë, në vend që të edukojmë qenie humane, na dalin kafsh, njëri vret me pistolet, njëri rrihet me shokun, tjetri përdor thikën. Sa jetë adoleshentësh kemi humbur vitin e kaluar dhe këtë vit në shkollë pikërisht nga këto konfliktet midis adoleshentëve. Pra do të thotë shkolla duhet ndrojë optikën e saj. Pra nuk është vetëm një institucion pedagogjik që jep dije, po është edhe kulturë, po është një institucion themelor, institucion themelor që jep formim dhe edukim qytetar. Po kështu dhe media duhet këtë rolin e saj në ndikimin e tyre. Her pas here në media ka një lloj transparence banale të këtyre skenave. Nganjëherë përdorimi i tepërt të tyre duket sikur, dhe unë e them gjithmonë, nganjëherë mënyra se si e përdor media ngjarjen, në vend që të jetë një ilaç për të shëruar sëmundjen, bëhet një ilaç që është më keq se sëmundja. Pra problemi është shumë kompleks. Me adoleshentët duhet të merremi shumë. E thash atë që ka thënë Edgar Morin dhe nuk ka njeri që e thot më bukur se aq. Është hallka e dobët me dobët, jo e dobët, me dobët në zinxhirin e shoqërisë. Prandaj kërkon një investim kolosal, edhe nga shteti, dhe nga organet e drejtësisë, dhe të policisë,
por është çështja sepse her pas here edhe në diskutimet që bëhen, po çfarë bëri policia, po ç'bëri pa jo më jo këtu është problemi i parandalimit. Çdo bëjmë për të parandaluar, pa për të dënuar, për të ndëshkuar, po është fare kollaj, vetë një adoleshent i ndëshkuar apo i dënuar penalisht dhe juridikisht nuk bëhet kur i mirë, nuk bëhet i mirë, mund të bëhet më i keq se ç'ishte. Prandaj ne duhet ta shndrojmë aksin ton të kujdesit me adoleshentët tek parandalimi, te formimi, te edukimi, te formimi tyre qytetar dhe human, në qoftë se duam të kemi sukses në këtë proces, në qoftë se duam që këto akte dhe këto veprime bare si rasti i dieshëm i Fierit jenë në rënje, të jenë sa më pak të evidentuara në shoqëri. E vërtet, zoti Tushi, falenderoj shumë që ishit në këtë transmetim direkt me ne dhe urojmë që sot sa të pak kemi përcjellur një mesazh reflektimi tek shoqëria dhe aktorët më të prekur, ata që janë adoleshentët, por gjithashtu edhe prindrit e tyre. Të falenderoj edhe një herë që ishit me ne, zoti Tushi. Edhe unë ju falenderoj juve për mundësinë që më dhat me këtë intervistë punë të mbarë. Faleminderit edhe një herë. Ndërkaq do të shkëputemi në disa çaste publicitare, do të rikthehemi më një herë pas pak.